falënderimi, madhnimi, lartësia i takon Allahut lartësum. Nashhadu an la ilaha illa Allah, dëshmojmë se s'ka zot tjetër përveç Allahut një. Wa nashhadu anna Muhammeden Rasulullah, dhe dëshmojmë se Muhamedi është rob dhe i dërguar i Zotit. Paqja, bekimet, urimet, ja dërgojmë atij, alayhi salatu wassalam. Ja dërgojmë familjes e tij, të pastër, pastaj shokëve të tij, përcjellës, pasues të denjë të sinqert, të cilët u mundun këtë fe me pasu dhe me spjegu pastaj brez pas brezi deri tek ne sot e deri në kiamet inshallah. Pastaj selami mbi ju vëllezër të nderuar dhe shumë të respektuar xhamatli, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi ju. Të nderuar vëllezër dhe shumë të respektuar, njeriu qenia njerëzore i ka dy palë armiqësh. Armiqët e dukshëm edhe ata që janë të padukshëm. Armiqët e padukshëm janë shumë më të rrezikshëm. Armiku më i madh i padukshëm i njeriu është vetë vetja e tij, është nefsi i tij, që në gjuhën žargonin, në gjuhën e Kuranit njihet si nefs. Jo si shpirt ose si qenie njerëzore, po bash nefsi. Nefsi ka çaj mendimi i keq i brendshëm, çaj mendimi i brendshëm, çajo që i livrit njeriu që populli thot ça ta bën vetja, s'ta bën kërkush. Vetja, çajo vetvetja, çajo uni, çajo egoja, çajo ku burojnë këto gjana, çaj nefsi ka. Kurani e ka rreh këtë punë. Kurani, Islami, feja me tekstet fetare e ka diskutu këtë farë çështje. Ja ka spjegu njeriu se ruju prej nefsit tënë, ruju do me thonë prej vetvetes tone. Resulullah sallallahu alaihi wasallam pas ka thonë hadithin e vërtet. El kayyisu man dana nafse wa amila lima ba'da al-maut. Syqel është, i meqëm është ai, i cili e ka vetën në kontroll. Nefsin e vetë munohet me frenu e ka vetën në kontroll. Edhe munohet me punu punë që janë masvdekjes. E kush është puna masvdekjes? Është ahireti. Munohet me punu punë të ahiretit. Ç'ky është i mëshmi? Ç'është duhet me konë? Wal ajizu, thotë ai që nuk ka fort i nivelit të largë pamësis, të syqelsis, është ai i cili ecë hapave të nefsit, ka të ngrej nefsi, ka të thot shejtani hapave tina nefsin e vetë të drejton, edhe në fundit e shet duke shpresu. Shpresën. Thot ja, u veç deka mnal, veç du të mira ka deka për me shku në xhenet, se s'ka të kush që mnal. Shpresën shumë, a realisht veprat, punët, fjalët, veprimet nuk i ka të asaj rrugë. A shpresën e ka të madhe. Të nderuar vëllezër, Allahu dhul Jalal në Kur'ani Kerim ka thonë në surën An-Nazi'at, Bismillahirrahmanirrahim, wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa. Kush i tutet daljes para Allahu dhul Jalal, kush i tutet qëndrimit para Zotit të madhnuar. Dhe kjo e para, e dyta, dhe kush munohet nefsin e vetë me frenu e me pasën kontroll, vazhdon ajeti tjetër. Çka ka Zot kush munohet, kush friksohet me i dal Zotit përpara? Edhe kush munohet nefsin e vetë me pasën kontroll, çka ka për të? Fe innal jannata hiya al-ma'wa. Vetë xheneti jo për të. S'ka filozofi ose direkt. Kush i ka frikën Zotit, që ka me dal para Allahut dhul Jalal. Edhe e dyta, munohet në këtë dunja me frenu vetën, me nal nefsin e vetë, mos me elan me mashtru nefsi njeriun, e mendjen, e shpirtin e kështu me radhë, kush munohet të dyja mi ba, veç du të mira ka deka se s'ka që e nal për të xhenetit për ime. Allah na mundsoft me konë për i banorët xhenetit ja Rabbel Alemin. Ulemaja kësaj feje, kur e kanë hap Kuranin edhe kanë studiu ato, edhe i kanë studiu fjalë që kanë të bëjnë me nefsin, termin, se ka në Kurani Kerim ka tefsir maudhu'i, quhet komenti i Kuranit nga kandi i tematikave që i rreh Kurani. Kjo është tefsir maudhu'i, kjo mësohet në për bankat shkollore, niveleve akademike.
E kur i kanë hy edhe kanë studiu, kanë gjetë që nefsi është i përmendur shumë shpesh në Kur'an, po e kanë rrumullaksuar nefsin e njeriut në 3 kategori. Si me thonë, 3 lloj njerëzish i kena, 3 lloj nefsa i kena. Nefsi i parë që e ka përmend Kurani, e që ka njerëz bajagi shumë këtë dunjë, çasi kategorie, është nefsun emmaratun bisu. Allah i ka thonë surën Jusuf, kur flet për tregimin e Jusufit edhe për asaj grus që e jush ajo për me bën zinë kështu me radhë, Allahu dhul xhelal tani e bën ajetin Kur'anit thotë, ka mesi ajetit thotë inna nafsa la ammaratun bisu. Po thotë do i kemë raj me bo mëkat se nefsi është i prim për ka e keqja, të ngre ka e keqja. Don haberi Zotit është, lajmi i Allahit është i ruju se nefsi të ngre ka e keqja, natyre tina është me anu ka e keqja. Pastaj, kjo është lloji i parë i njerëzve, që janë dry i hajrit e është qelësi të keqes. Është uret këqijav, është mburojet këqijav, është strehet këqijav. I zhytun në mëkate, në drejtim me Allahun, edhe i zhytun në mëkate, në drejtim me njerëzit. Kjo është emmaratun bisu, nefs i keq. Bëni fjalë nefs i keq, shpirt keq, njeri i keq, i cili në raport me Allahun është larg, në raport me njerëzit është larg prej njerëzores e kështu me radhë. Inshallah Zoti na ruan pe këtij lloji të njerëzve edhe pe këtij lloji të nefsit. Lloji i dytë i nefsit që e kanë gjetur lemoja në Kur'an, edhe e kanë shpjeguar, kanë thonë me këtu ka me shumicë. Këtu është nefsi lawama. E ka thujt Kur'ani fala uqsimu bin nafsi lawama. Ka bo Zotin këtë nefs. Nefsi qortus. Pasha nefsin qortus. Qa nefsi qortus? Çka i bje me ka nefsi qortus? Dëgjoj mirë. Nefsi qortus është kur të ngreh e keqja, edhe ti për shkak të lakmive, lakmon pasuni, në knasësi të saj dunjojët përkohshme, kështu me radhë, edhe hyllësh, tak, hin, e bën një të keqe, e bën një mëkat, në raport me Allahin, në raport me tjerë, e kur të bën, të vjen men, edhe kthehesh, haj bre, po pse lejova veten, pse u lshova den këtë mase, pse thash atë fjalë, pse u hylla aty në aspektin ekonomik ose ku ta diune, e pse e bona këtë vepër, e çorton veten. Nefsun lawame, kanë thonë ulemoja, përkthimi i saj është nefsi çortues, e çorton vetveten. Kur e çorton vetveten? Kur të bë të keqen. E bë mëkatin edhe ja nis me mallku vetveten. Pse e bona, pse u guta e kështu me radhë. E ky është nefs që është ka mundësi mu përmirësu. Se pi bjen men, po pi bjen men pak si vën, pe bën mëkatin tani pi bjen men. Edhe po kthehet e pe çorton veten. Ose e dyta, kur bën vepra të mira, namaz, agjerim, zeqat, jep, sadak, kështu me radhë. Kur të kthehet që e ka kryer atë vepër, kthehet edhe fol me vetveten e çorton vetveten. Qysh bre po ne pata vakt, mi falë 2 recate para xhumit, 2 recate nafile, pse bre si fala, e çorton vetveten. Pata bre mundsi me dhon pak më shumë, ke rasti volet shumë nuk dhash. Jashtë Ramazanit, që e betash dimen, pse bre mos më agjerun ai tonën, ai tejtën, ai tash akşami shumë ofër, edhe ja nis me çortu veten. Mujta bre më agjeru sot, pse s'mujta, pse s'agjerova. Pse nuk i bona do veprat hajrit, edhe fillon me çortu veten në veprat mira, pse s'mi bën ato më shumë, kur mundsi ka. Ky është ai nefsi çortues që e çorton vetveten. Pastaj të ndrum vllazën është nefsi i shkallës 3. Ka pak më rrallë kësi shpirta, po ka pasha Zotit. Ai nefs është, kanë thonë ulemoja që e kanë nxjerrë prej Kuranit, kanë thonë nefsi el mutma'inne. Nefsi i qetësum, i qetësis, që e ka arrit stabilitetin, e ka arrit qetësin. Po normal, e ka arrit qetësin se ka luftu me vetveten për me arrit qetësin. Allahu në Kur'anin Kerim ka thonë, Bismillahirrahmanirrahim, Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah. Ata që kanë besim të sinqert të fuqishëm në Allahun dhul xhelal. Edhe janë qetësu zemrat e tyre me përmendjen e Allahut. Pastaj vazhdon thotë, "Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub." Po thotë janë qetësuese me të vërtetën me përmendjen e Allahut qetësohen zemrat. Po jap Zoti haber, lajm
ata të cilët kanë besu besim të sinqert të fuqishëm dhe e përmenin Allahun dhul xhelal. Po valla, e përmenin Zotin se përmendja e Zotit e qetëson zemrën. Domthon formë vërtetuese që ai që lidhet me Allahun e përmend Zotin e madhum, i forcohet zemra, vjen në mënyrë të përshkallëzuar përpjet, duke arrit deri te nefsi i tretë, nefsi i llojit i tretë që është nefsi i qetë, që ka arrit qetësinë dhe stabilitetin. E more Zot, nxirrna prej nefsit qortues edhe bëna prej atyre që kanë nefs shpirt të qetësues dhe me stabilitet. Të nderuam vllazën, dëgjoj mirë, edhe hapi veshët e zemrës mirë. Edhe hajde ta përjetojmë pak këtë hadith, këtë ngjarje. Transmeton Abu Huraira radiallahu anhu hadithi sahih në Ibn Davud dhe në shumë libra tjera të hadithit. Transmetohet se pejgamberi i Zotit ju pas ka thonë herë shokëve të vet. Ju ka thonë o burra, kur Allahu dhul xhelali ka kriju xhennetin, e ka thirr zotnin e melasheve Xhibrilin, edhe i ka thonë Xhibrilit, o Xhibril, shko këshyre xhennetin pak. Ka shku Xhibrili alayhi salam e ka këshyr xhennetin. Kur ardhë ju ka lajmëru Zotit, i ka thonë, o Zot, e pash xhennetin, ai njeri që dëgjon veshi i tij për çat xhenet, çysh e pashune, nuk ka shanca mos me punu në drejtim tina dhe me fitu xhenetin. Don, s'ka me lon pun pa e bon që e çon xhenet, veç se ka me bon atë që pashune. E rrethon Allahu dhul xhelal xhenetin me sprova, me vështirësi, me telashe të kësaj dynjaje të vështira shumë, me të cilat kalojnë ana për ditë, kush më shumë, kush më pak. Edhe i thot Xhibrilit prapë, o Xhibril, shko edhe një herë këshyre xhenetin. Shkon Xhibrili alayhi salam, e këshyr xhenetin edhe e shet rrethum me vështirësi, me sprova, me vështirësi më të mëdha të kësaj dynjaje. Kthehet edhe thot, o Zoti jam, thot, tutna që shumë pak vetë kanë me hinë xhenet bre. Qa pashun e prej vështirësive që e pas ke rrethu xhenetin me tu. E krijon Allahu xhehenamin edhe i thot Xhibrilit alayhi salam, ja Xhibrilu, o Xhibril, shko këshyre xhehenamin pak. Shkon Xhibrili e viziton xhehenamin. Thot pejgamberi i Zotit e viziton xhehenamin edhe kthehet e i thot Zotit, o Zot, ai njeri që nin për xhehenamin ka me punu vepra që kanë me largu për xhehenamit me shumë larg. E rrethon Allahu xhehenamin me kënaqësi të kësaj bote, me ëmbëlsira, me të mira, me kënaqësi, me epshe kështu me radhë, e rrethekon me këto gjana. Edhe i thot Xhibrilit, shko që tash këshyre xhehenamin. Shkon Xhibrili alayhis salam e shet xhehenamin të mbështjellur me kënaqësi joshse, me epshe joshse, me të mirat kësaj dynjas, fal dhe mos u ndal këtë drejtim. Kthehet thot, o Zoti i madh. O Zoti i madh, thot, po tutna. Po tutna, thot, se pa shamadhin tone, kom frikë se s'ka me met njeri pa hinto. S'ka me met njeri pa hin xhenem. Çaq. Këto përfundon hadithi. Të nderuam vllazën, të nderuam xhamatli. Në qëtë shkollë, në qëtë formë, me këto mësime, janë rritë sahabë të pejgamberit, janë rritë tabi'in, janë rritë gjeneratat e njerëzit mëshëm. Ka fjalë shumë, qysh njerëzit e kanë mjeku nefsin e vetë, i kanë nejtë gati dhe kanë mjeku, seriozisht e kanë mjeku. Imagjino Ebu Bekri radiallahu anhu, kur dënë me vdekë dhe e lem për pasues për në shtet Omerin radiallahu anhu, e afrën ofër e i thët, o Omer, që tani mas vdekjes të Ebu Bekrit e merë postin e muslimanve Omeri radiallahu anhu. Thët, një gjohë po të këshilloj, Ebu Bekri Omerit, sahabit ndërë shumë dytë shtylla kësaj feje, thët, po të këshilloj një sen, thët, gjëja e parë për cilën po të paralajmëroj, ja rreh gjoksin, thët, nefsin tënë, ruje vetën mes dy krahrorëve që e ki, se qajat qënë në humnerë. Ruje nefsin tënë, ruj me nimet, ruje nefsin tënë se të qënë për ka e keqja, se të nrej ka e keqja, se ki mu bon kryetari muslimanëve tani
tu paraqiten gjanat e të afrohet dynjaja, qelet dynjaja, të vinë do poste, do hajratet moja, ruje nefsin tënë, e porosit. E kështu më radhë sahabët e tabiinët e kanë porosit njëri tjetrin, e vetveten e kanë bu mualexhe, e kanë mjeku vetveten shumë këtë drejtim. E pastaj të ndërun vllazën, normal që ulemoja kanë dhonë një farë, e kanë dhonë do mjekime, i kanë dhonë do terapia. Terapia e parë për cilën kanë thonë, kush dënë me luftu nefsin e vetë, duhet mira kadera e sabrit. Sabër të madh duhet me pas. Me bo sabër në emën të Zotit për mos më ju afru haramit, me bo sabër me vepru halalin. Se jo veç poruhna one. Jo, ti muru po, me emën të Zotit, Allah na bo për aty në që ruhen. Po anën tjetër, mos i le veprat e mira. Sabër duhet me bo për me mujt me realizu veprat e mira. Do të me bo sabër, mi realizu veprat e mira. Sabri. Pastaj kanë thonë namazi është injekcion i madh, është barën e madhe, është recepti fort me ta eduku nefsin, me ta eduku shpirtin. Allahu Dhul Gjelal ka thonë, pro këto mjekime i kanë nxjerrë prapë i Koranit, se Korani madhum, edhe na ka spjegu vështirësitë, na ka spjegu gjanat, po në fund na i ka dhënë receptin ka mira për murujt pe këtyne armiqve të brendshëm, pe nefsit e pe këtyne radhë. Edhe kanë thonë, Allahu Dhul Gjelal në Kurani Kerim ka thonë Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis sabri was salah. Ndihmohuni me sabër edhe me namaz. Ndihmohuni me sabër edhe me namaz. Rabia ibn Aslami ka qenë sahabi i vogël, i ri, i ka ndihmu pejgamberit me marrë avdes. Ja, Afrika avdesin shpesh në namaz sabahit e tjacise, kur e ka taku, i ka nejt gati me i brek dhe me ujë. Që këtë djalë Rabia një ditë i thot pejgamberit Zotit, tu i qit me marrë ujë, tu marrë avdes, i thot, o Rabia, thot, lyp diçka. Po, thot, po lypi, thot, me të shoqëru ty në xhennet, me konë me ty në xhennet. Thot, diçka tjetër, lyp diçka ma thot, nalet edhe pak apet ja kthen përgjigje, thot, o ja Rasulullah, am theme lypo, po lypi me ty me konë në xhennet. Apet njëjtën pyetje. E thot, ndash me konë me unë në xhennet. Nimoja vetës me namaz. Mos ju daj namazit. Allah i na boft prej atyre që dashurohen me sabrin dhe dashurohen fuqishëm me namazin. E i përdorëm sabrin dhe e përdorëm namazin me eduku nefsin. E kur të edukojmë nefsin me emrin e Zotit, kemi arrit qetësinë, stabilitetin në dynja dhe pashat madhin Zot kena me arrit edhe fitoren. Se nuk ka tjetër shpërblim për sabërlin edhe për namazlin, për ato që e ka eduku nefsin e vetë, nuk ka shpërblim tjetër përveç se xhenetit. Ai që i ka frikën Allahut, qëndrimit para Zotit, dhe i ka frikën nefsit vetë, e mon kontroll nefsin e vetë, fa innal jannata hiya al-ma'wa. Xheneti është fundi i tina. Allah na mundsoft me fitu xhenetin ja Rabbil Alamin, e na rujt për kësaj dynjaje, për të mira kësaj dynjaje, për nefsit të keq, për nefsit të ligë, për nefsit qortus. Allah na i qetësoft zemrat ja Rabbil Alamin në lidhje me Allahun Dhul Gjelal. Na i forcoft zemrat tona me Allahun Dhul Gjelal. Na bën për atyre që e përmendin Zotin dhe munohen me kanë mbas përmendjes Allahut në udhëzimet e Zotit madhum. Deri në xhumën e ardhshme. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.